Konfindustria i ka kërkuar zyrtarisht kryetarëve të grupeve parlamentare të Partisë Demokratike e Socialiste, si dhe kryetares së Kuvendit, të shqyrtojë gjendjen e vështirë të cilësisë së furnizimit me energji elektrike të bizneseve dhe qytetarëve nga çesh shpërndarje. Sipas administratorit të kësaj konfederate Gjergj Buxhuku, Kuvendi duhet të ndërhyjë menjëherë në sektorin e shpërndarjes së energjisë elektrike, duke ripar kontratën me kompaninë çeke ÇEZ, pasi sipas tij ekonomia e vendit po ndjen gjithnjë më shumë dëmet e shkaktuara nga furnizimi me cilësi të dobët të energjisë. Është domosdoshmëri përmirësimi i termave ligjor të kontratës furnizimit me energji elektrike, sepse është e papranueshme sot që të gjitha përgjegjësitë, të gjitha dëmet e shkaktuara nga ÇEZ shpërndarja ndaj bizneseve, por dhe qytetarëve, të shkarkohen në kurisë të konsumatorëve. Sipas Konfindustrisë, kontrata e lidhur me ÇEZ me bizneset për furnizimin me energji elektrike është thjesht e një anshme dhe favorizon kompaninë shpërndarëse. Në pjesën dërmuese të pikave të kontratës së tashme në fuqi, të furnizimit me energji elektrike të konsumatorëve nga ÇEZ shpërndarja, qofshin këta biznes, qofshin qytetar, familjar, është tërësisht në favor dhe në disfavor plot, në favor të ÇEZ shpërndarjes dhe në disfavor plot të konsumatorëve. Konfindustria ka llogaritur që vetëm në 8 sektor industrial, në hapësirën kohore të 10 mujorit të vitit 2010, dëmi financiar nga cilësia e furnizimit me energji elektrike nga ÇEZ shpërndarje është mbi 23 milion euro. Shifër kjo që do të jetë disa herë më e lartë nëse dëmi përllogaritet në shkallë kombëtare në të gjithë sektorët.